Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin e Islam Sefës për trafikim lëndësh narkotike me 17 vite burgim dhe me gjykim të shkurtuar 11.4 vite. Ai dyshohet si drejtuesi dhe financuesi i trafikut të drogës në Gjermani me vlerën e 3.3 milion eurove. Gjatë hetimeve janë evidentuar 9 episode dhe është provuar se sasia e lëndës narkotike të trafikuar është 912 kg marijuan, ndërsa vlera e lëndës narkotike të trafikuar ka vlerën prej 3.3 milion, informoi prokuroria e posaçme. Islam Sefa, i dyshuar si kapoja e trafikut, u arrestua në datën 2 korrik të vitit 2024 në një lokal pranë prokurorisë së posaçme. Agjentët e BKH-s mësyen në kafen ku Sefa e kishte lënë për tu takuar me një avokat vetëm 100 metra larg spak. Ai është gjithashtu vëllai i Bujar Sefës, i cili me 1 korrik të vitit 2024 u shpall fajtor dhe u dënua me 10 vite burg për kultivimin e narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Të dy vëllezërit Sefa rezultojnë të dënuar në Itali në vitin 2021, përkatësisht Islam Sefa me 9 vite 9 muaj burg, ndërsa Bujar Sefa me 12 vite 9 muaj burg, pasi ishin pjesë e një organizate që merrej me trafikun e drogës nga Holanda drejt Italisë, kryesisht në Venecia, gjatë viteve 2016-2017.